Ne tani e përdorim instrumentin AI, e përdorim inteligjencën artificiale për të kryer procedurat e sakta. Nëse këto janë gjëra që janë bërë edhe para inteligjencës artificiale. Pa inteligjencën artificiale ne nuk funksionojmë fare. Po si kemi bërë deri tani ne morëm mendja vazhdi. Dorina Hajro, të lutem, më sqaro pak se si ti e identifikon një kancer të lëkurës pa pasur photo finder dhe pa pasur një chat GPT. Që unë që jam sot, ta di që kur shikoj një njoll ke trupi im apo një nishant, kuptoj që ka disa element që mund t'i dalloj dhe ky është një kancer lëkure pa i bërë një foto dhe të fokusohem tek ChatGPT-ja. Të lutem më përgjigj pak doktoresha të më tregoj ato elementet, që ta marrin vesh gjithë ata që po dëgjojnë Top Albania Radio se si diagnostikojnë kancer lëkure klinikisht. Në qoftë se vjen një pacient dhe thotë që ky nishani ka qenë ndryshe dhe kohët e fundit ka ndryshuar apo vitin e fundit ka ndryshuar, që do të thotë mund të ndryshojë në përmasa, mund të ndryshojë në strukturë, të bëhet pak më i çrregullt, në ngjyra, një nishan që mund të gjakoset, të kruhet, të djegi, sigurisht ne jemi më të kujdesshëm sepse ne e dimë që nishanet mund të ndryshojnë me kalimin e kohës dhe ndryshimet janë jo gjithmonë për mirë. Pra mund të jetë një kancer lëkure. Jemi shumë vigjilent. Ndonjëherë është shumë e thjeshtë të diagnostikohet me sy të lirë, ndonjëherë nuk është aq e thjeshtë. Megjithatë, prandaj ekzistojnë dhe mënyrat e tjera, merret një biopsi e vogël kur kemi dyshime. Vjen përgjigja e biopsisë, nëse konfirmohet bëhet eksizioni kirurgjikal. Në këtë rast ChatGPT-ja mund të thotë dhe hiqe direkt, por nëse ti këtë nishanin e ke te cepi syrit, e ke te maja e hundës, e ke tek buza, nuk është aq e thjeshtë i heqësh, sepse edhe cicatricet që lën dhe deformimet që lën janë të mëdha dhe ti pasi kalon hallin, sigurisht që të shqetësojnë dhe këto imperfeksionet estetike. Doktoresha, jam dakord me ty. Po prapë si prapë, ne nuk përdorim vetëm ChatGPT-n, ne përdorim dhe teknologjinë. Po mirë, e morëm si unë e përdor teknologjinë, Armand. Unë nuk po them që unë mbështetem vetëm mbi diagnostikimin klinik. Nëse ne do kemi një spot ose një nishan, i cili është jo uniforme, edhe me tipologji të ndryshme të ngjyrave, se ju jeni ekspertë të fushës edhe ai doktoresha më kuptojnë është dhe domethënë inxhinier biomjekësor dhe jep diagnozë në dermatologji tani, domethënë po ta dëgjosh, por tani si